Shteti policor nuk ka fytyrë tjetër përveç se kësaj që pushteti Edi Ramës ka. Sikur të mos mjaftonte ironia e shtetit dhe vjedhja e të gjitha të dhënave të shqiptarëve vetëm pak muaj para zgjedhjeve të vitit 2023, pasi u vodhën të dhënat pak muaj më pas, sot doli u shpik një tjetër histori e padëgjuar. U hakerua sistemi IT dhe kompjuteret e 3 prokurorëve të SPAK-ut. Se ku fshihet lepuri i vjedhjes fundit që do të zbulohet shumë shpejt, ne do të shkruajmë në ditët në vijim, por ajo çfarë është më tronditse është e vërteta e asaj që po ndodh në Shqipëri aktualisht. Pak shtresa në ato që shet drita e diellit në botën e errët të krimit që drejton sferat e larta të qeverisjes së vendit. Lufta është e fortë dhe egër. Të ngjashmit po han mishin e njëri tjetrit në kurriz të një populli të lodhur dhe të çoroditur nga pasiguria dhe skamja. Njëra pal vjedh të dhëna dhe kërcënon palën tjetër, të tjerët luftojnë me emra kriminalësh dhe rrshfete në këmbim të pastrimit të parave të krimit pa u hyrë gjem në këmbë. Mbi ta në kupol fshihet një katallan që i tmerruar nga luca e përzier me gjak që ka shpërndar rrugëve. Pak kohë më parë ka hedhur hapin final drejt shkatrimit të edhe asaj pak jetë të lirë që ka mbetur në Shqipëri. Pak kohë më parë, Edi Rama ka firmosur një vendim qeverie, i cili ka hapur rrugë institucioneve përkatëse të instalojnë një program përgjimi për çdo qytetar që jeton brenda kufive të Shqipërisë. Projekti ka më shumë se një vit që gatuhet dhe ka kushtuar miliona euro të paguara tek izraelitët në fshehtësitë plot dhe javët e fundit janë bërë provat gjenerale nëse funksionon siç ekspertët izraelit kanë premtuar apo jo. Aparaturat e frekuencës së lartë kanë aftësi përgjimi për çdo banor të Republikës së Shqipërisë, të afta të tërheqin biseda të shkruara ose të folura, bazuar në fjalëkyçe që përfshin politikën, aktivitetet shoqërore, civile, para dhe emrat përveçëm që as pak rastësisht janë armiq të kryeministrit të Shqipërisë. Vendimi i firmosur nga Rama është shpërndar në fshehtësi të plot dhe qarkullon vetëm në duar të besuara. Për këtë Edi Rama duhet të dalë të jap llogari urgjent. Ai duhet të tregojë për vendimin që ka firmosur dhe të shpjegojë ligjërisht se si do t'i përgjojë shqiptarët. Po ku do të përfundojë kjo rrugë? Pasi dështoi me patronazhistët në zgjedhjet e 2023-shit, pasi doli zbuluar me aplikacionin që detyronte punonjësit e administratës të bënin like dhe shpërndarjen e postimeve të qeverisë dhe ditën e zgjedhjeve të fotografonin votën, për këto zgjedhje Rama e ka sofistikuar shantazhin. Ai nga sot përgjon çdo shqiptare nëse dikush do të dalë nga linja, do të kërcënohet me pikën e vet më të dobët. Lajmi i keq i këtij vendimi të paprecedent për një vend që pretendon demokracinë është se ky vendim nuk ka të bëjë vetëm me zgjedhjet. Marrëria e Bablokut është kthyer në rrezik për çdo banor të këtij vendi. Sot ai na përgjon, nesër do fillojë internimet, pse kur po flisnim me prindërit përgojuam fqinjët që bënin zhurmë.